Nga Podgorica, Malitëzi, vendi parë që vizitoi në turin e saj ballkanik, kryediplomatja europiane Kaja Kallas theksoi rëndësinë që ka normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, dy vende këto që nuk janë përfshirë në agjendën e vizitave që shefja e politikës së jashtme europiane po zhvillon në rajon. Në një konferencë përshtyp me kryeministrin e Malitëzi, Milojko Spajić, Kallas bori me dije se për momentin po analizoheshin gabimet e së shkuarës me të dërguarin e ri europian për dialogun Prishtinë-Beograd, Peter Sorensen. Tashmë kemi një përfaqësues të ri për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës dhe jemi ulur me të edhe për të parë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Ajo që është e rëndësishme për ne është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, sepse pa të, asnjë nga palët nuk mund të vijojë rrugtimin evropian. Ajo që po bëjmë tani është se po bisedojmë me përfaqësuesin e veçantë për të parë se cilat janë gabimet dhe çfarë funksionon apo nuk funksionon për të vendosur një frymë të re në këtë proces të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Pas Malitëzi, kryediplomatja europiane do të vizitojë Tiranën ku të martën do të takohet me presidentin Bayram Begaj, kryeministrin Edi Rama, ministrin e jashtëm Igli Hasani, si dhe atë të mbrojtjes Pirro Vengu. Dhe mes të tjerash do të marrë pjesë në hapjen e dialogut të parë BE Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen dhe do të takohet me student dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Turin ballkanik, shefja e politikës së jashtme të bllokut evropian do ta mbyll me vizitën në Bosnjë dhe Hercegovinë.